Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Do të jetoni 100 vjet. Këto janë 10 vitaminat që duhet të marrin femrat, mësojeni sa nuk është të vonë. Për të qenë sa më të shëndetshëm dhe sa më energjik, të gjithë kemi nevojë të marrim vitaminat e duhura nga ushqimet e duhura. Kryesisht femrat janë ato që duhet të bëjnë kujdes me ushqyerjen, ndaj sugjerohet që të merrni me patjetër këto vitamina që të shmangni disa probleme shëndetësore. Ekspertët këshillojnë që marrja e vitaminave të duhura duhet të bëhet që të 20-tat, pasi me kalimin e moshës, trupi e ka më të vështirë të absorbojë çdo mineral dhe ushqyes të ndryshëm, kryesisht edhe vitaminat, të cilat janë thelbësore për një shëndet më të mirë. Femrat, kryesisht edhe ato që janë në fazën e premenopauzës ose pas menopauze, duhet të jenë më të kujdesshme me ushqimet që zgjedhin. Me kalimin e të 30-tave, ndryshimi i trupit fillon të bëhet edhe më i madh. Pas të 30-tave, trupi humbet me 5% të gjitha lëndët ushqyese dhe gjithashtu, masa muskulare fillon të bjerë. Prandaj, për një jetë më të gjatë, më të shëndetshme deri në pleqëri, duhet të përfshini në dietën tuaj ushqime të pasura me këto vitamina dhe minerale. Një prej vitaminave më të rëndësishme në çdo moshë është edhe vitamina C. Vitamina C u jep përfitime të ndryshme shëndetësore dhe do të rrisë gjithashtu imunitetin në situatat tuaja më të vështira. Ajo përshpejton proceset shëruese, ulë rrezikun ndaj radikaleve të lira, dëmtimin e indeve dhe ndihmon në rritjen e tyre si dhe parandalon problemet kardiovaskulare. Ushqimet që përmbajnë atë janë domatet, patatet, portokalli, brokoli, kiwi, grapefruit, specat dhe lule shtrydhe. Pasurimi i dietës suaj me këtë vitaminë është një mundësi e shkëlqyer gjithashtu për të mbrojtur veten tuaj nga situatat stresuese dhe ato gripale. Rritja e imunitetit është çelësi i kësaj vitamine e cila mund të ofrojë gjithashtu përfitime më të mira dhe element ushqyes në rritjen e imunitetit dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Një tjetër vitaminë shumë e efektshme për shëndetin tuaj është vitamina B7. B7, ose vitamina që njihet ndryshe si biotin, është e nevojshme për të rritur qelizat dhe sintezën e acideve yndyrore. Ndihmon në shëndetin më të mirë të gjëndrave, flokëve, lëkurës, madje edhe të thonjve. Rregullon kolesterolin dhe është esenciale gjithashtu edhe në rritjen e përfitimeve të cilësisë së kockave. Ato që vuajnë nga mungesa e theksuar, vuajnë gjithashtu nga depresioni, anemia, të skuqura, thonjtë e brisht, funksionet jo normale të zemrës, madje dhe letargji. Burimi më i mirë për të marrë këtë vitaminë është kryesisht karrota, thjerrzat, djathi, arrat, e verdha e vezës, peshku, specat, patatet e ëmbla, tërshëra, bajamet dhe bananet. Kungulli, farat e verdha, orizi i kaf, perimet me gjethe jeshile, qumshti dhe kosi janë gjithashtu shumë të pasura me këtë vitaminë. Kjo vitaminë është e rëndësishme në rigjenerimin e trupit dhe përmirësimin e shëndetit tuaj. Ajo mund të merret gjithashtu në forma të ndryshme dhe kryesisht është më mirë që ta merrni edhe në formën e ushqimeve. Nëse keni mungesë të theksuar të kësaj vitamine, konsultohuni me mjekun dhe merrni atë në formën e suplementeve. Vitamina E është një tjetër vitaminë shumë e rëndësishme për organizmin tuaj dhe duhet me do e mos të jetë pjesë e dietave tuaja të përgjithshme. Kjo vitaminë ka aftësinë të parandalojë gjithashtu dëmtimin e qelizave dhe ndryshimeve të trupit që lidhen kryesisht me moshat e treta. Gjithashtu parandalon disa lloje të radikaleve të lira, siç është humbja e kujtesës, sëmundjet e zemrës, madje është e mirë edhe kundër shqetësimeve të kataraktit. Kjo vitaminë gjendet kryesisht te kikiriku, vaji i misrit, spinaqi, arrat, bajamet dhe farët e lulediellit. Pasurimi i dietës suaj pavarësisht nga mosha me këto ushqyes është një mundësi e mirë për ta marrë këtë vitaminë. Vitamina E është shumë e rëndësishme gjithashtu edhe në lëkurën tuaj dhe mund të shfaqin probleme siç mund të jetë edhe zbokthi ose acarimet e lëkurës. Nëse vëreni këto shqetësime, konsultohuni me një mjek, në mënyrë që ta merrni atë edhe në formën e suplementit, nëse trupi nuk e absorbon si duhet nga këto ushqyes. Vitamina më e rëndësishme, siç njihet edhe vitamina e syve, është vitamina A. Kjo vepron si një antioksidant dhe ndihmon gjithashtu në forcimin e lëkurës,
të kockave, të dhëmbëve, të indeve të buta dhe membranave mikotike. Janë të pasur gjithashtu me ushqime si qumshti, papaja, kaleja, pjepri, specat e kuq dhe drithrat e fortifikuar. Kjo vitaminë mund të gjendet në ushqime. Është një vitaminë shumë e rëndësishme për shëndetin e syve. Mungesa e theksuar e kësaj vitamine mund të ndikojë drejt për së drejti në aftësinë e syve tuaj, sidomos edhe në kohët më të vështira, duke nxitur kështu edhe problemet në retinë. Marrja e kësaj vitamine dhe absorbimin i trupit nëpërmjet beta-karotenit është një mundësi e mirë për të pasur një shikim më të fortë edhe me kalimin e viteve, të cilat bëhen më të vështira, sidomos tek pjesa femërore. Vitamina B6. Vitamina B6 është vitale për sistemin tuaj imunitar. Ajo stimulon trupin të prodhojë hormone dhe kimikate të trurit, duke parandaluar kështu humbjen e kujtesës, madje edhe sëmundjet e zemrës, të depresionit, gjithashtu trajton edhe problemet me të përziera dhe të vjellat në shtatzani. Ushqimet e pasur me të janë farat, peshku, bananet, mishi, drithrat e fortifikuar, avokado, fasulet, drithrat dhe frutat e thata. Një tjetër vitaminë shumë e rëndësishme për femrat është vitamina K. Forcon kockat. Ulë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare mund të merren nëpërmjet vajit të peshkut, ushqimet me drithra, vaj i sojës dhe perimet dhe farat jeshile. Ekspertët e Health.com citojnë se është një nga vitaminat më të rëndësishme që duhet të jetë pjesë e çdo trupi femëror, duke ndikuar kështu edhe në problemet tuaja, duke i zgjidhur dhe duke lehtësuar këto shqetësime. Nëse vuani shpesh nga problemet e kockave dhe shëndeti kardiovaskular, me siguri po vuani nga kjo mungesë e kësaj vitamine, dhe në këto raste këshillohet në domosdoshmëri që të bëni një analizë dhe të zgjidhni çështjen tuaj edhe në mbikëqyrjen e një mjeku. Vitamina B9. Vitamina B9 ose acidi folik është i rëndësishëm në rastin e tensionit të lartë të gjakut, sëmundjeve të zemrës, depresionit, problemeve me humbjen e kujtesës. Mund ta konsumoni nëpërmjet pjeprit, vezës, fasules, luleshtrydhes, perimet me gjithë jeshilet e errët, lëngu i portokallit, shparagujt, drithrat, bishtaja e të tjera. Prandaj kjo vitaminë është e rëndësishme gjithashtu edhe gjatë shtatzanisë. Femrat të cilat duan të bëhen nëna ose janë në këtë rrugëtim, duhet ta marrin këtë vitaminë gjithmonë sipas nevojës së tyre, edhe në mbikëqyrjen e pediatrit për të zgjidhur edhe problemet. Acidi folik është shumë i rëndësishëm edhe në shtatzani dhe nuk duhet të mungojë. Përpara se të mendoni të ngeleni shtatzan, duhet të bëni analizat e duhura për ta marrë këtë element të rëndësishëm për një shëndet më të mirë, pasi ndikon drejt për së drejti në zhvillimin e bebit tuaj. Vitamina B2. Vitamina B2 njihet si riboflavina dhe është esenciale për metabolizmin, shëndetin e mirë dhe rritjen normale. Mungesa e saj shkakton në sistem të dobët imunitar, ndikon në metabolizëm dhe në funksionet nervore. Të pasur me vitaminën B2 janë qumshti, kërpullat, bajamet, vezët, arrat, drithrat, të brendshmet, djathi, kosi dhe perimet me gjethe siç është edhe soja. Vitamina B12. Kjo vitaminë është vitale për ndarjen e qelizave, metabolizmin dhe sintezën e proteinave dhe ndihmon kundër anemisë, humbjes së kujtesës dhe sëmundjeve të zemrës. Gjendet te vezët, qumshti, djathi, peshku, kosi, serales e fortifikuara e të tjera. Kjo vitaminë është vitale për organizmin dhe mungesa e saj mund të krijojë gjithashtu shqetësime të theksuara siç është humbja e kujtesës dhe sëmundjet e zemrës. Dhe duhet të merrni gjithmonë në mbikëqyrjen e një mjeku në rast se merrni edhe kapsula. Vitamina tjetër shumë e rëndësishme e sidomos pas të 50 jetave është vitamina D, pasi absorbimi i saj përmes lëkurës bëhet gjithmonë i vështirë. Kjo vitaminë ndihmon në përthithjen e kalciumit, vital për shëndetin e kockave dhe ul rrezikun e disa llojeve të komplikacioneve, siç është skleroza dhe artriti. Ekspozimi në diell për 10 deri në 15 minuta ndihmon trupin të prodhojë sasinë e nevojshme ditore për këtë vitaminë. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.